Unë jam Erion Kame, regjisor, skenarist, aktor, lëvroj këtë fushë prej mbi 25 vjetësh tashmë. Filmi me cilin marr pjesë është Një jetë me ty, është skenari dhe regjia ime, është projektet e filmave independent të 2018-s, është jeta e një çifti, nga njohja gjerë në lindjen e fëmijës së dytë, me gjithë problematikat e tyre, por e treguar në mënyrë subjektive nga secili prej tyre. Gjëja e parë që ndryshoi në fillim të martesës ishte ajo që unë konsideroj si pikën tonë më të fortë. Ajo që vdiq ishte burria ime. Qa po kemi? Kishte vdekur romanca bashkë me të dhe pasioni. Unë duhet kem një fëmijë. Edhe atë fëmijë unë duhet ta kem me ty. Një jetë me ty e ka dhënë premierën botërore në 2021 në Rom, në një festival, si me thënë, të vogël atje, por kuptohet që situata ishe shumë ngarkuar prej Covidit dhe unë dhe produksioni nuk arritëm dot të shkonim në Itali, por fjalët dhe jehona që na erdhi ishte jashtëzakonisht shumë pozitive dhe ishim shumë të keqardhur që nuk e prekëm vetë atë lloj suksesi. Përsa i përket kohës para 90-s, kinemaja ka pasur kufizime të jashtëzakonshme, sidomos në aspektin ideologjik, politik, por edhe në estetikën e filmit. Domethënë, regjisorët kanë qenë, skenaristët, aktorët kanë qenë tmerrsisht të kufizuar në atë kohë dhe për mua janë heronj që kanë punuar në një kohë kaq të vështirë politikisht. Sigurisht që sot kjo barrierë nuk ekziston më. Regjisorët janë të lirë, skenaristët janë të lirë, aktorët të eksperimentojnë qoftë nga ana politike, ideologjike, estetike, të bëjnë çfarë të duan. Por nga ana tjetër është një lloj lirie financiare e cila është një barrierë vërtet shumë e madhe. Filmi bëhet me para, nuk bëhet pa para. Ka element të industrisë. Filmi ka vinça, ka ndriçim, ka audio, ka njerëz shumë, ka lëvizje. Sot xhirojmë në Koma, nesër shkojmë në Bistric, pas nesër do shkojmë në Rond të xhirojmë, ka bileta avioni. Këto bëhen të gjitha me para. Nuk jam i ndershëm kur e them që një shkrimtar për shembull do një lapse një letër, jo gjë tjetër, kurse një kineast patjetër që do para që gjitha këto që u thanë më sipër ti përkthej. Megjithatë, kjo barrierë financiare po ndikon, them, dhe nuk është problemi vetëm Shqipëri, flasësh në gjithë botën. Ekonomia po dominon mbi artin, mbi kineman në këtë rast. Një producent i mirë është më i fuqishëm se një regjisor i mirë. Është më lart se një skenar i mirë. Tashi po shkohet drejt një lloj formalizmi, e thash është problem botëror, jo vetëm në Shqipëri, ka shumë seminare, ka shumë juri përzgjedhëse, patjetër që producenti është shumë i rëndësishëm, nuk dua ta ul rolin e producentit, pa diskutim që është shumë i rëndësishëm. Dhe për gjitha këto hapa, producenti është ai që duhet i kalojë, bashkë me regjisorin, domethënë, por është ai që e tërheq. Orson Welles e thot shumë bukur, është një profesion që mësohet për 1 orë e gjysmë. Gjithë të tjerat pastaj janë politika. Gjitha këto janë politika financiare. Momentin që këtu do ketë para për të bërë film, filmi do demokratizohet, do bëhen më shumë filma. Unë jam i bindur që nëse do prodhoheshin në Shqipëri 14 filma, nga kineas flasë, se mund prodhohen edhe kështu, se është bërë në modë kjo tallavaja e kinemas tashmë. Flas nga kineas të vërtet. Kinemaja shqiptare do ishte konkurrente në Europë dhe kudo në gjithë botën. Do ishte konkurrente, nuk po them që do merrte Oscar, do bënte namin, po do ishte konkurrente. Siç kanë qenë fqinjët, apo siç është edhe Kosova që po ecën jashtëzakonisht mirë. Pa diskutim që kinemaja shqiptare ka një background
sidomos para viteve 90, kur bëheshin 14-15 filma në vit dhe ka pasur regjizor të jashtëzakonshëm. Nuk do doja të veçoja një apo dy prej tyre, sepse të jem shumë i sinqert, ka marrë pak nga të gjithë. Ka marrë, si më thënë, si nga estetika e filmit, si nga marrëdhënia që një regjizor që s'dua ta përmend ka me aktorin, ku diun fotografia e dikujt tjetër, masiviteti dhe, si më thënë, ngjarjet historike të mëdha që i ka trajtuar një X regjizor apo regjizor të tjerë që kanë trajtuar tema sociale, flas kryesisht për regjizorët e viteve 80 që kanë lëvruar filmin në vitet 80, ku filmi disi pati një lloj frymëmarrje, si më thënë, nga ana ideologjike. Nuk mund të them një emër sepse të gjithë kanë shenjën e tyre të padiskutueshme në kinema. Po ta shohësh nga larg pa diskutim që duket sikur ka një krizë. Por duke e përjetuar, unë jam i bindur që në sirtaret e çdo kineasti, regjizori, skenaristi, ka disa skenaru, nuk po them një apo dy. Në kokat e tyre ka ide pafund për të shprehur, po e thash është kjo pjesa ekonomike që nuk lejon që kineastët të shprehin talentin e tyre në kinema. Ka filma shumë të mirë, ka filma më pak të mirë. Nuk mund të jemi kategorik, domethënë që themi që s'kemi kinema, nuk ka shumë, domethënë për kaq sa prodhohet, duhet të jemi patjetër shumë mirënjohës. Puna është që neve duhet bëjmë shumë më tepër filma. Me kaq filma është e pamundur që të thuhet që kemi një kinema. Është si thuash, ky sportisti nuk bën gola, po megjithëse luan, a kupton? Po mos luash, nuk do bësh gola. Po edhe kur luan, jep pasa për tjetrin, domethënë e ke bërë detyrën tënde. Nëse ti bën një film që i flet një audiencë, mbase nuk i flet audiencës botërore, por i flet audiencës tënde, i bën një autopsi shoqërisë tënde, atëherë ja ke arritur qëllimin. Ne drejt kësaj duhet të shkojmë. Prodhimit sa më shumë filma. Nuk është çështja vetëm te sasia sjell edhe cilësinë pastaj. E kam edhe unë këtë, se nuk duhet ta përjashtoj. Duke bërë kaq pak filma, duke pas kaq pak prodhime, duam t'i themi të gjitha gjërat brenda një filmi. Kjo nuk funksionon kështu arti. Një film, domethënë një prodhim kinematografik, ka një ide kryesore, ka disa tematika që e rrethojnë dhe mund të thuash vetëm një. Po jo ti thuash gjithë problematikat që ka shoqëria, që ka Shqipëria sot apo bota, ku ta di unë, ti thuash me një prodhim kinematografik. Është e pamundur. Ka filma që prekin tema, siç është konkretisht filmi im, apo edhe një skenar tjetër i cili është në konkurim, ku unë jam bashkë skenarist, që janë tema të ditës, janë tema urbane, që i flasin në shoqërisë shqiptare, po ka regjizor të tjerë që preferojnë të flasin për tema më globale, më psikologjike, që mbase si përkasin vetëm shoqërisë sonë, është e drejta e gjithë secilit. Por unë them që në përgjithësi po. Duke unë nisur nga vetja, të dy skenarët që kam, qoftë Njehet me ty, qoftë Seks, prallë dhe Celular, ku unë jam bashkë skenarist, ato prekin tema të ditës. Ne duhet të mësojmë që të bëjmë paq filma sa bëjnë ata, që të kemi një buxhet më të lartë, edhe ata me siguri që duan edhe më të lartë se që kanë. Po ne duhet ta kemi më të lartë se që kemi, të kemi prodhime, pastaj shkëmbimi bëhet i natyrshëm. Ne jemi një gjuhë, jemi një psikologji, jemi një popull, nuk kemi pse ta ndajmë, çdo gjë do vinte natyrshëm. Nëse ne do prodhonim shumë filma, ata do prodhonin shumë filma, ne do merrnim aktorët e tyre, ne do shkonim të punonim andej, ata do punonin këtu, do shkrihej, do bëhej një. Nëse kjo lloj industrie do shkrihet me Kosovën, edhe shkëmbimi do bëhet krejt i natyrshëm. Pikërisht duke pasur kaq pak prodhime, është e vështirë të kesh një identitet, jo se nuk është në kërkim. Të gjithë regjizorët e duan këtë gjë që kinemaja e tyre të ketë një identitet. Por thash që është e varur nga financat. Dhe jo vetëm nga financat tu, po edhe nga produksionet e huaja kur vinë
Ata gjithmonë duan të fusin historitë e tyre, duan të fusin personazhet e tyre. Vjen një producent francez, kërkon që të sjellë një personazh. Këtu bëhet e vështirë që ti të ruash ato idetë e para fillestare dhe të kesh një lloj konsekuence për të ndërtuar një fytyrë të vërtetë të kinemas. Emëruesi i përbashkët gjithsej është ajo domethënë që ekonomia po dominon mbi kineman. Jo vetëm për Shqipëri, është kudo kjo gjë. Sfida më e madhe është paraja. Të duket sigur vetëm ankohemi. Është industri, ka element të industrisë. Është industri e rëndë madje. Mbase nuk është i goditur rasti. Një piktor ka një penel, ka një kanavac, ka një telajo, pikturon atje. Kurse kinemaja pa diskutim do gjithë komponentet e tyre. Kjo është vështirësia më e madhe e një krijuesi të kinemas sot, qoftë skenarist, qoftë regjisor, ku do gjej parat për të bërë filmin e radhës. Dhe nuk është asnjëherë i qetë që të mendoj vetëm për filmin. Jo vetëm Shqipëri, besoj që është një smundje botërore ose paktën në Europë po njëherë. Duhet kalosh filtra pafund, duhet kërkosh para këtu, duhet shkëmbesh me ata, duke shkëmbyer ti ke humbur nga historia. Është sfidë e madhe. Dhe një film kërkon vite e vite për të bërë. Dhe pa diskutim nga ideja fillestare, gjërat e ku mbërrin, ka humbur shumë. Një film duhet bërë që kur është në gjenes, sigurisht jo me shpejtësi, me nxitim, me precipitim. Jo, pa diskutim duhet marrë koha e dur, por nuk duhet pasur mendjat e parat. Imagjino një regjisor, vjen producenti thotë shiko tash se kjo tezja që na vjen nga librazhi do na vijë nga Parisi tashmë, sepse parat vijnë nga Franca. Këtu ka humbur besoj historia. Përveç se uroj suksese gjithëve, them që gjithë janë heronj në këtë fushë. E mira do ishte që të bëheshin bashkë, këtu fus edhe veten time. Dhe pikërisht për të luftuar, për të dhënë një fytyrë kinemas shqiptare, për të nxjerrë sa më shumë fonde. Kjo duhet të jetë lufta dhe emëruesi i përbashkët i gjithë krijuesve, jo vetëm i regjisorëve, i skenaristëve, i aktorëve. Të bëhemi bashkë dhe të bëjmë presion për të nxjerrë sa më shumë para për të bërë film. Filmi tim në kompleksitetin që ka, unë jam përpjekur që ta bëj sa më të thjeshtë, por duke e trajtuar spektatorin inteligjent, sepse është tendenca gjithmonë që ne ja shpjegojmë spektatorit. Jo, spektatori është shumë i mençur, të ka kapur në ajër. Në këtë drejtim unë kam punuar shumë, duke pasur dy aspekte subjektive, dy rrëfime subjektive të personazheve të mi, aty ka shumë lëvizje në kohë. Dhe në fillim mu përpoqja që të përdorja efektet, qoftë zanor, qoftë të ngjyrave, domethënë për të kaluar në kohë, si mund ta tregoj burri, si mund ta tregoj gruaja, dhe pastaj vendosa që gjetja ime do ishte mos gjetja. Unë nuk do ta ndaja njëri me tjetrin, as me efekte zanore, as me ndriçim apo me ngjyrat. Jo, do ta lija ashtu linear, sepse spektatori e kupton shumë mirë kush po flet, kush e ka radhën dhe i nxjerr shumë më mirë vetë konkluzionet. Domethënë, duket sa e thjeshtë, aq edhe e ndërlikuar është. Por besoj që i kam gjetur çelësin dhe për këtë spektatori është i ftuar të vi ta ndjeki.